Një gjest i thjesht në transportin publik ndes një transformim të papritur në jetën e një biznesmene të fuqishme. Mirësia e një të panjohurit rondit themelet e një ekzistence të ndërtuar mbi kontrollin dhe distancimin. Një udhëtim i rilidhjes njerëzore është gati të fillojë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Vagoni i metros lëkundej butësisht ndërsa kalonte nëpër tunelet e errëta të Tiranës. Ishte një mëngjes tipik i së hënës me lëvizjen intensive të punëtorëve që shkonin drejt destinacioneve të tyre. Viktor mbante fort dorën e vogël të Fionës, vajzës së tij 8 vjeçare, duke e mbrojtur nga shtyrjet karakteristike të orarit të pikut. Sytë e tij të lodhur vëzhgonin detin me fytyra të nxituara përreth. Çdo person dukej se mbante peshën e shqetësimeve të veta, i humbur në mendime rreth angazhimeve, faturave për të paguar, ëndrave të shtyra. Viktor e njihte mirë këtë ndjenjë. 3 vjet më parë, që nga humbja e gruas së tij në një aksident pune, jeta e tij ishte transformuar plotësisht. Më parë, ishte menaxher teknik në një kompani të madhe teknologjie. Kishte një karrierë premtuese, pagë të rehatshme dhe perspektivë për rritje profesionale. Por kur ndodhi tragjedia, gjithçka ndryshoi. Dhimbja e humbjes e paralizoi për muaj dhe kur më në fund arriti të kthehej në punë, zbuloi se bota korporative nuk kishte durim për ata që kishin nevojë për kohë për t'u rindërtuar. Mungesat për t'u kujdesur për Fionën, e cila kishte mbetur e traumatizuar, u pan si mungesë angazhimi. Vonesat e herpashershme, kur ajo kishte makthe dhe nuk donte të shkonte në shkollë, u interpretuan si mungesë interesi. Gradualisht, Viktor u largua nga projektet e rëndësishme, përgjegjësitë e tij u paksuan dhe përfundimisht u shkarkua me justifikimin e ristrukturimit. Tani punonte si teknik mirëmbajtjeje në një ndërtesë tregtare në qendër të Tiranës. Paga ishte një fraksion i asaj që fitonte më parë, por të paktën kishte orare më fleksibël për të qenë i pranishëm në jetën e Fionës. Ishte gjithçka që i interesonte atij, të ishte babai që ajo kishte nevojë, sidomos tani që ishin vetëm ata të dy kundër botës. Fiona i tërhoqi mëngën duke treguar një grua që sapo kishte hyrë në vagon. Gruaja duke jashtëzakonisht e lodhur, mbante një çantë ekzekutive të rëndë dhe lëkundej në mënyrë të pakëndshme me lëvizjen e trenit. Shpatullat i kishte të tendosura dhe ajo shikonte në tokë me një shprehje sikur nuk ishte mësuar me atë situatë. Viktor vuri re menjëherë se diçka ishte ndryshe tek ajo. Rrobat e saj ishin qartazi të shtrenjta, ora në kyç shkëlqente edhe në dritën e zbedhtë të vagonit, dhe këpucët e saj ishin prej lëkure origjinale italiane. Definitivisht nuk ishte një pasagjere e zakonshme e transportit publik. Ndoshta ishte aty për ndonjë rrethant të pazakontë. Pa hezitim, Viktor u ngrit nga vendi i tij dhe ju drejtua gruas me një buzëqeshje të butë. Ju lutem, mund të merrni vendin tim, tha ai, duke treguar bankën ku ishte ulur. Gruaja ngriti sytë e habitur, sikur nuk priste që dikush t'i drejtohej asaj në një mënyrë kaq miqësore. Nuk është nevoja, jam mirë, u përgjigj ajo automatikisht, por Viktor ishte larguar tashmë, duke tërhequr Fionën me vete për të bërë vend. Ishte e qartë se ajo kishte më shumë nevojë të ulej se sa ai. Babi gjithmonë e bën këtë, tha Fiona me një buzëqeshje të pafajshme, duke parë gruan. Ai thot se duhet të kujdesemi për njerëzit kur janë të lodhur. Gruaja mbeti plotësisht e hutuar. Për vite me radhë nuk kishte provuar një gjest kaq të thjeshtë dhe të painteresuar. Në botën e saj, çdo favor kishte një çmim, çdo mirësi fshinte një agjendë. Por aty ishte një burr i zakonshëm, qartazi me vështirësitë e veta, duke ofruar komoditetin e tij pa pritur asgjë në këmbim. U ul ngadalë, ende duke përpunuar atë që kishte ndodhur. Vëzhgoi diskretisht Viktorin ndërsa ai mbante Fionën me kujdes, duke e mbrojtur nga lëkundjet e trenit. Kishte diçka të veçantë në mënyrën se si ai ndërvepronte me vajzën, një durim të pafund, një dashuri të dukshme në çdo gjest, një prani plotësisht të përkushtuar. Kjo grua ishte Olvia Carmini, presidente ekzekutive e një prej konglomerateve më të mëdha të biznesit në vend. Ajo komandonte më shumë se 20.000 punonjës, merrte vendime që lëviznin miliona lekësh çdo ditë dhe ishte e njohur për ashpërsinë e saj në negociata. Agjenda e saj kontrolloi minutë pas minute nga një ekip asistentësh dhe ajo rrallë dilte nga shtëpia pa një skem sigurie të elaboruar. Atë mëngjes, megjithatë, një dështim logjistik kishte detyruar një ndryshim të papritur në rutinën e saj.
Shoferi i saj privat kishte pësuar një aksident të vogël rrugor gjatë rrugës për ta marrë dhe makina rezerv ishte në servis për mirëmbajtje parandaluese. Me një takim urgjent të bordit të caktuar për të filluar saktësisht pas 45 minutash, ajo nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të përdorte transportin publik. Përvoja po ishte më ndikuese nga sa kishte imagjinuar. Larg fluskës së saj të privilegjeve, ajo ndihej e prekshme dhe e ekspozuar. Nuk kishte roje sigurie për të hapur rrugën, nuk kishte trajtim special, nuk kishte njohje të statusit të saj. Ishte thjesht një pasagjere më shumë mes qindra të tjerëve. Dhe tani, ky burr i thjesht i kishte ofruar diçka që askush në rrethin e saj shoqëror nuk do ta bënte pa qëllime të fshehta, një gest vërtet i painteresuar i konsideratës njerëzore. Olvia filloi të vëzhgonte më me vëmendje babain dhe vajzën. Kishte diçka thellësisht prekse në marrëdhënien mes tyre. Fiona Qartazi e adhuronte babain dhe ai përgjigjej me një vëmendje totale. Kur ajo tregonte diçka nga dritarja e trenit, ai përkulej për të parë nga këndi i saj. Kur ajo bënte një pyetje, ai përgjigjej me seriozitet, sikur të ishte gjëja më e rëndësishme në botë. Ku po shkoni? Pyeti Olvia, duke habitur veten që nisi bisedën. Do ta lë Fionën në shkollë dhe pastaj do të shkoj në punë, u përgjigj Viktor me thjeshtësi. Po ju, zonjë? Në punë gjithashtu, tha ajo, duke lënë mënjan detajet. Në zyrë. Fiona u kthye nga ajo me kuriozitet. Çfarë pune bëni? Olvia hezitoi për një moment. Si ti shpjegonte një fëmijë 8 vjeçare se ajo komandonte një perandori biznesi? Kujdesem për një kompani të madhe, tha ajo përfundimisht. Siç kujdesej babi më parë, tha Fiona me pafajësi. Ai punonte me kompjuter të mëdhenj, por tani ai rregullon gjëra. Thotë se është më mirë kështu sepse mund të qëndroj më shumë me mua. Viktor u skuq pak, Qartazi i turpëruar që situata e tij profesionale u ekspozua në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë. Olvia vuri re shqetësimin dhe ndiu një piçkim të çuditshëm empatie. Kishte diçka në historinë e tyre që rezononte me kujtime të largëta të jetës së saj. Kur metroja arriti në stacionin ku ata do të zbrisnin, Viktor i preku butësisht shpatullën Fionës. Kemi arritur, e dashur. Ata u drejtuan nga dera dhe para se të dilnin, Viktor u kthye nga Olvia dhe i bëri me dorë shkurtimisht. Kalofshi një ditë të mirë. Olvia i bëri me dorë pas, por diçka brenda saj refuzonte ta linte atë moment të kalonte. Kur dyert u mbyllën dhe treni filloi të lëvizte përsëri, ajo e gjeti veten duke parë nga dritarja, duke u përpjekur t'i dallonte të dy mes turmës në platformë. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo kishte përjetuar diçka që kishte harruar se ekzistonte, një takim njerëzor i vërtet, pa maska, pa lojra pushteti, pa interesa të fshehura. Thjesht dy njerëz që lidheshin përmes një akti të thjesht mirësie. Gjatë gjithë takimit të bordit atë mëngjes, Olvia e gjeti veten duke menduar për burrin dhe vajzën. Imazhi i kujdesit të tij, mënyra si e mbronte fëmijën, thjeshtësia e mirësisë së tij, vazhdonte t'i kthehej në mendje. Kishte diçka aty që ajo e kishte humbur në udhëtimin e saj drejt majës së botës korporative. Kur ishte fëmijë, Olvia ishte rritur në një familje të thjeshtë në fshat. Babai i saj ishte punëtor në një fabrikë, nëna e saj punonte si sekretare në një shkollë lokale. Ishin njerëz të ndershëm, punëtor, që vlerësonin mirësjelljen mbi gjithçka. Ajo kujtoi si babai i saj gjithmonë ndihmonte fqinjet, si nëna e saj nuk linte kur askënd të ikte nga shtëpia i uritur. Por në ngjitjen e saj meteorike drejt suksesit të biznesit, ajo i kishte lënë pas këto vlera. Kishte mësuar se bota e biznesit ishte e pamëshirshme, se dhëmshuria shihej si dobësi, se e vetmja gjuhë e respektuar ishte ajo e pushtetit dhe e parave. Tani, ulur në zyrën e saj ekzekutive në katin e fundit të një rokaqielli, duke parë qytetin përmes dritareve të blinduara, Olvia po pyeste veten nëse nuk kishte humbur diçka thelbësore gjatë rrugës. Takimi në metro kishte zgjuar një shqetësim që ajo nuk dinte si ta menaxhonte. Gjatë ditëve në vijim, ajo u habi duke menduar vazhdimisht për atë burr dhe vajzën e tij. Kishte diçka në pastërtinë e atij momenti që e shqetësonte thellësisht. Ajo filloi të pyeste veten për zgjedhjet e saj, për llojin e personit që ishte bërë. Olvia vendosi se kishte nevojë të kuptonte më mirë se kush ishin ata njerëz që kishin shkaktuar kaq shumë ndikim në jetën e saj. Duke përdorur burimet diskrete të kompanisë së saj, ajo arriti të gjurmonte identitetin e Viktorit përmes kamerave të sigurisë së metros dhe disa të dhënave të kryqëzuara.
zbuloi se ai quhej Viktor Allianz dhe punonte si teknik mirëmbajtjeje në një ndërtesë disa bloqe larg zyrës së saj. Mësoi gjithashtu për rrugëtimin e tij profesional, për humbjen e gruas, për vështirësitë që po përballej për të mbajtur vajzën. Më e rëndësishmja, zbuloi se në fundjavë Viktor vullnetarisht lexonte histori për fëmijët në një qendër komunitare në lagjen ku jetonin. Ishte një aktivitet që ai e bënte nga bujaria e pastër, pa marrë asgjë në këmbim, thjesht sepse besonte në fuqinë transformuese të historive në jetën e fëmijëve. Një javë pas atij takimi të rëndësishëm në metro, Olvia e gjeti veten në sallën e mbledhjeve të katit të 22 të ndërtesës së saj korporative, por mendja e saj ishte krejtësisht diku tjetër. Numrat dhe grafikët e projektuar në ekranin e madh dukeshin të largët, pothuajse të parëndësishëm, krahasuar me imazhet që nuk mund t'i largonte nga koka. Marco Salieni, zëvendës presidenti i saj ekzekutiv dhe krahu i saj i djathtë për më shumë se 5 vjet, vuri re shpërqendrimin e saj. Gjatë gjithë prezantimit të rezultateve tremujore, ajo kishte shfaqur një mungesë interesi të pazakontë për detajet financiare që normalisht e fasciononin. Olvia, a je mirë? Pyeti Marco kur mbledhja përfundoi dhe drejtuesit e tjerë dolën nga salla. Dukesh ndryshe kohët e fundit. Ajo hezitoi për një moment, duke konsideruar nëse duhej të ndante atë që po mendonte. Marco ishte ambicios, llogaritës, dhe ndoshta nuk do ta kuptonte rëndësinë e atij takimi të rastësishëm në transportin publik. Për të, këto çështje humanitare ishin shpërqendrime të panevojshme nga fokusi kryesor i çdo kompanie, maksimizimi i fitimeve. Jam mirë, u përgjigj ajo përfundimisht. Thjesht po mendoj për disa ndryshime strategjike që ndoshta duhet t'i shqyrtojmë. Marco ngriti vetullat me interes. Ndryshimet strategjike ishin specialiteti i tij, sidomos nëse nënkuptonin mundësi zgjerimi ose reduktimi të kostove. Çfarë lloj ndryshimesh? Olvia shkoi te dritarja, duke vëzhguar lëvizjen e njerëzve në rrugët poshtë. Nga ajo lartësi, ata dukeshin si milingona të parëndësishme, por ajo tani e dinte se secila prej atyre figurave të vogla kishte një histori, një familje, ëndra dhe vështirësi reale. Po mendoj të zbatoj një program më të fuqishëm të përgjegjësisë sociale, tha ajo me kujdes. Diçka e fokusuar në mbështetjen e familjeve në situata vulnerabël, veçanërisht prindërve beqar që përballen me vështirësi profesionale. Marco rudhi ballin. Si njeri i numrave, ai menjëherë filloi të llogariste kostot potenciale të një iniciative të tillë. Olvia, ti e di që aksionerët tanë tashmë vënë në dyshim disa nga shpenzimet tona për projekte sociale. Ata duan të shohin kthim nga investimi, jo filantropi. Po sikur të them se besoj se kjo mund të gjenerojë kthim afatgjat, pyeti ajo, ende duke parë nga dritarja. Punonjes më të angazhuar, imazh publik më i mirë, besnikëri e klientëve që vlerësojnë kompanitë socialisht të përgjegjshme. Marco ju afrua asaj duke ulur zërin. Olvia, kemi objektiva agresiv për tremujorin e ardhshëm. Investitorët presin rritje të paktën 15%. Nuk është koha të shpërqendrohemi me projekte eksperimentale. Ajo u kthye për ta parë direkt. Për vite me radhë, kishte besuar në pragmatizmin e tij, në mënyrën si ai arrinte të reduktonte çdo situatë komplekse në një ekuacion të thjeshtë kostosh dhe përfitimesh. Por tani, kjo qasje e ftohtë filloi ta shqetësonte. Marco, kur ishte hera e fundit që folet vërtet me dikë që nuk është pjesë e rrethit ton shoqëror, pyeti ajo. Dikush që përballet me vështirësi reale, që duhet të marrë vendime të vështira mes pagesës së qiras ose blerjes së ilaçeve? Ai dukej vërtet i hutuar nga pyetja. Olvia, puna jon nuk është të zgjidhim problemet e botës. Puna jon është të drejtojmë këtë kompani në mënyrë efikase dhe fitimpruese. Po sikur këto dy gjëra të mos ishin reciprokisht ekskluzive, këmbënguli ajo. Gjatë fundjavës, Olvia mori një vendim që habiti edhe vet atë. Veshi rroba të thjeshta, hoqi dorë nga shoferi dhe u drejtua drejt qendrës komunitare ku Viktor bënte vullnetarizëm. Nuk ishte e sigurt se çfarë priste të gjente, por ndjente një nevojë të parezistueshme për të kuptuar më mirë atë burr që kishte shkaktuar kaq shumë ndikim në jetën e saj. Qendra komunitare ishte një ndërtesë e thjeshtë, pak e vjetëruar nga koha, por qartazi e mirë mbajtur. Në hyrje, postera me ngjyra shpallnin aktivitete të ndryshme, orë shtesë shkollore, grupe mbështetjeje për nënat beqare, punëtori artizanale dhe një orar leximi për fëmijët të shtunave. Olvia u përzie diskretisht mes prindërve dhe kujdestarëve që prisnin në sallën kryesore.
Ambienti ishte i ngrohtë, plot biseda të gjalla dhe të qeshura fëmijësh. Ishte një kontrast i theksuar me hapësirat korporative sterile me të cilat ajo ishte mësuar. Kur Viktor u shfaq duke mbajtur një kuti me libra, Olvia ndiu një piçkim nervozizmi. Ai kishte veshur një këmishë të thjeshtë me kuadrate dhe xhinse, dhe fytyra e tij u ndriçua kur pa fëmijët që vraponin drejt tij. Fiona ishte mes tyre, qartazi krenare për të prezantuar babajnë e saj tek miqt. Njerëz, sot do të lexojmë një histori shumë të veçantë, tha Viktor, duke u ulur në një karrige të ulët në qendër të rrethit që fëmijët formuan natyrshëm. Është për një djalë që zbulon se gjestet e vogla mund të bëjnë ndryshime të mëdha. Olvia u pozicionua diskretisht në fund të sallës, duke vëzhguar skenën. Mënyra si Viktor tregonte historinë ishte magjepsëse, ai ndryshonte zërin për çdo personazh, bënte gjeste shprehëse dhe vazhdimisht bënte pyetje për t'i mbajtur fëmijët të angazhuar. Por ajo që e impresionoi më shumë ishte mënyra si ai arrinte të lidhej me çdo fëmijë individualisht. Kur një djalë i ndrojtur hezitonte të merrte pjesë, Viktor me butësi e inkurajonte. Kur një vajzë bënte një pyetje në dukje të palidhur me historinë, ai gjente një mënyrë për të përfshirë kuriozitetin e saj në narrativ. Kishte një aftësi natyrale aty, një talent për t'i bërë njerëzit të ndiheshin të parë dhe të vlerësuar. Ishte pikërisht e kundërta e qasjes transaksionale që dominonte botën korporative të Olvias. Pas sesionit të leximit, ndërsa fëmijët luanin dhe prindërit bisedonin, Olvia iu afrua nervozisht Viktorit. Ai e njohu menjëherë dhe fytyra e tij shfaqi një përzierje habie dhe kurioziteti. "Përshëndetje," tha ai me një buzëqeshje të butë. "Jeni zonja e metros, apo jo? Ç'rastësi t'ju takoj këtu?" "Në fakt, nuk është tamam një rastësi," pranoi ajo, duke u ndier pak e turpëruar. "Unë zbulova se ju bënit këtë punë vullnetare dhe doja ta shija vendin." Viktor duke i intriguar, por jo dyshues. "Është një iniciativë shumë e rëndësishme për komunitetin," tha ai. "Shumë nga këta fëmijë nuk kanë qasje të rregullt në libra në shtëpi. Është e mahnitshme të shohësh si transformohen kur zbulojnë kënaqësinë e leximit." Fiona u shfaq me vrap dhe tërhoqi mëngën e babait. "Babi, a nuk është zonja gruaja e trenit?" "Po, e dashur," u përgjigj Viktor. "Ajo erdhi të vizitoj qendrën tonë." Olvia u përkul për të qenë në lartësinë e vajzës. "Përshëndetje, Fiona. Më kujtohesh?" "Sigurisht. Ishit shumë e lodhur atë ditë," tha Fiona me sinqeritetin tipik të fëmijëve. "Po ndiheni më mirë tani?" Pyetja e pafajshme e goditi Olvian në mënyrë të papritur. Ishte një pyetje e thjeshtë, por e ngarkuar me kuptim. Apo ndihej ajo më mirë? Apo ishte më e hutuar dhe e shqetësuar se kurrë? "Po përpiqem," u përgjigj ajo me ndershmëri. Viktor vuri re diçka në shprehjen e saj dhe me butësi sugjeroi, "Doni të bëni një tur nëpër qendër? Mund t'ju tregoj disa nga projektet e tjera që zhvillojmë këtu." Gjatë orës së ardhshme, Viktor e udhëhoqi Olvian përmes dhomave dhe aktiviteteve të ndryshme. Kishte një dhomë ku adoleshentët merrnin orë shtesë shkollore nga vullnetar universitar. Një tjetër ku nënat merrnin pjesë në punëtori për aftësim profesional. Një bibliotekë e vogël e improvizuar me libra të dhuruar dhe madje edhe një kopsht komunitar në pjesën e pasme të ndërtesës. "E gjithë kjo funksionon me donacione dhe punë vullnetare?" pyeti Olvia, e impresionuar nga organizimi dhe shtrirja e programeve. "Kryesisht," konfirmoi Viktor. "Kemi disa partneritete me kompani lokale, por asgjë shumë thelbësore. Pjesa më e madhe e financimit vjen nga donacione të vogla nga vetë komuniteti." Olvia bëri llogaritje mendore të shpejta. Me buxhetin që kompania e saj shpenzonte në një ngjarje të vetme korporative, do të ishte e mundur të financojë ajo qendër për një vit të tërë. Dispariteti ishte i theksuar dhe shqetësues. "Viktor, mund të bëj një pyetje personale?" tha ajo kur u ulën në një obor të vogël të qendrës. "Sigurisht," u përgjigj ai, megjithse dukej pak i kujdesshëm. "Pse e bën të gjithë këtë? Punën vullnetare, për kushtimin ndaj këtyre fëmijëve, edhe pse ke vështirësitë e tua?" Viktor heshti për një moment duke vëzhguar Fionën që luante me fëmijët e tjerë. "Pasi gruaja ime u largua," tha ai përfundimisht, "kalova një periudhë shumë të vështirë. Ndihesha plotësisht i humbur, pa ditur si do të isha një baba i mirë për Fionën vetëm." Ai ndaloi, qartazi duke kujtuar momente të dhimbshme. "Këtu në këtë qendër gjeta mbështetje.
Njerëz që as nuk më njihnin më ndihmuan, më dhan forcë kur nuk kisha ku të shkoja. Tani është radha ime të kthej borxhin. Po në punën tuaj të mëparshme? Nuk ndjenit se po kontribuonit në diçka më të madhe? Viktor buzëqeshi trishtueshëm. Në botën korporative isha thjesht një numër, një pjesë e zëvendësueshme. Këtu mund të shoh direkt ndikimin e punës sime në jetën e këtyre fëmijëve. Çdo buzëqeshje, çdo moment zbulimi, çdo libër që ata marrin në shtëpi, kjo vlen më shumë se çdo promovim që mund të kisha marrë. Olvia ndiu një piçkim shqetësimi. Ajo komandonte mira punonjes, por kur ishte hera e fundit që ishte shqetësuar për ndikimin personal të vendimeve të saj në jetën e tyre? Kur ishte hera e fundit që i shihte punonjësit e saj si njerëz real, me familje dhe ëndra, në vend të burimeve njerëzore për të optimizuar? Viktor, a keni menduar ndonjëherë të zgjeroni këtë punë? Ndoshta të zhvilloni programe të ngjashme në komunitete të tjera? Ai qeshi butësisht. Do të ishte një ëndër, sigurisht. Por kjo do të kërkonte burime që thjesht nuk i kemi. Dhe gjithashtu, sinqerisht, nuk do të kisha idenë e parë si të filloja diçka të tillë në shkallë të gjerë. Olvia ndjeu një shkëndijë të diçkaje që nuk e kishte provuar prej shumë kohësh, entuziazëm të vërtet për një projekt që nuk përfshinte tabela ose raporte fitimesh. Kishte mundësi aty, mundësi për të bërë diçka vërtet domethënëse. Po sikur dikush të donte të mbështeste financiarisht, dikush që beson në atë që bëni këtu? Viktor e pa me kuriozitet të ri për të rirë. Do të varej nga lloji i mbështetjes, tha ai me kujdes. Nuk do të donim të humbisnim autonomin ton ose lidhjen ton të drejt për drejt me komunitetin. Sigurisht, pranoj ajo shpejt. Po flas për mbështetje pa ndërhyrje, burime që do t'ju lejonin të zgjeroheni, por gjithmonë duke ruajtur të njëjtën filozofi dhe qasje. Kur Olvia më në fund u përshëndet atë pasdite, mendja e saj ishte plot me mundësi. Për herë të parë pas vitesh, ajo kishte gjetur diçka që zgjonte pasionin e saj përtej biznesit tradicional. Kishte gjetur një mënyrë për të përdorur fuqinë dhe burimet e saj për diçka që vërtet kishte rëndësi. Por ajo gjithashtu e dinte se nuk do të ishte e lehtë. Marko dhe bordi ndoshta do t'i rezistonin çdo iniciative që shmangte burime të rëndësishme nga objektivat tradicionale financiare. Ajo do të duhej të ishte strategjike, inteligjente dhe bindëse. Të hënën në vijim, Olvia thiri një mbledhje të jashtëzakonshme të bordit drejtues. Kishte kaluar të gjithë fundjavën duke zhvilluar një propozim të detajuar, me projekcione financiare, analiza të kthimit mbi investim dhe një plan zbatimi të strukturuar me kujdes. Salla e mbledhjeve ishte plot me drejtuesit më të rëndësishëm të kompanisë. Marko zinte pozicionin e tij të zakonshëm në të djathtë të Olvias me një shprehje paksa të shqetësuar. Ai kishte tentuar të hetonte qëllimet e saj gjatë gjithë mëngjesit, por ajo kishte mbetur evazive rreth detajeve të propozimit. Zotërin, filloi Olvia, sot dua të prezantoj një iniciativë që mund të transformojë jo vetëm imazhin ton publik, por edhe ndikimin ton real në shoqëri. Ajo ndezur projektorin duke zbuluar titullin e prezantimit, Projekti Komuniteti i Lidhjes, një qasje e re e përgjegjësisë sociale korporative. Aaron Müller, drejtori financiar, tashmë po bënte shënime me një shprehje skeptike. Pietro Olini, përgjegjës për fushën e marketingut, duke i interesuar por i kujdesshëm. Anëtarët e tjerë të bordit prisnin me kuriozitet. Kompania jon gjithmonë është krenuar me rezultatet e saj financiare, vazhdoi Olvia. Por ka ardhur momenti të zgjerojmë përkufizimin ton të suksesit. Dua të propozoj krijimin e një rrjeti qendrash komunitare që do të ofrojnë mbështetje edukative, profesionale dhe sociale për familjet në situata vulnerabël. Marko u lëviz i pakëndshëm në karrigen e tij. Ai tashmë e imagjinonte ku po shkonte ajo bisedë dhe nuk i pëlqente as pak ajo që po dëgjonte. Investimi fillestar do të ishte rreth 10 milion lekësh, tha Olvia, duke bërë që disa këshilltar të drejtoheshin në karrige. I shpërndar gjatë 3 vjetësh, me parashikim për krijimin e 15 qendrave në lagje të ndryshme të rajonit metropolitane. 10 milion, Aaron pothuajse u mbyt me kafen. Olvia, kjo përfaqëson pothuajse 15% të buxhetit ton vjetor për zgjerim. A mund të shpjegoni se cili do të ishte kthimi financiar i drejt për drejt i kësaj iniciative? Olvia e kishte parashikuar këtë pyetje. Kthimi nuk do të jetë vetëm financiar, Aaron.
po flasim për përmirësim të ndjeshëm të imazhit ton korporativ, rritje të angazhimit të punonjësve, tërheqje të talenteve që vlerësojnë kompanitë socialisht të përgjegjshme dhe qasje potenciale në stimuj fiskal për projekte sociale. Pietro u përkul përpara. Nga pikpamja e marketingut mund ta shoh vlerën, tha ai me mendim. Një fushat e strukturuar mirë rreth këtij projekti mund të gjeneronte shumë zhurmë pozitive. Por 10 milion ende duket një bast i lartë. Marko më në fund vendosi të flas. Olvia, me gjithë respektin, por kjo duket më shumë filantropi personale se sa strategji biznesi. Aksionerët tani investojnë me ne duke pritur kthime financiare, jo projekte sociale ambicioze. Tensioni në sallë ishte i prekshëm. Olvia e dinte se ai ishte momenti vendimtar. Nëse nuk arrinte të binte bordin tani, do të ishte pothuajse e pamundur të rikthehej në këtë çështje në të ardhmen. Marko, ke të drejtë për pritshmëritë e aksionerëve, tha ajo qetësisht. Por po nënvlerëson inteligjencën e tyre. Investitorët më të sofistikuar sot e kanë kuptuar tashmë se kompanitë me qëllim social të qëndrueshëm janë investime më të sigurta afatgjallë. Ajo klikoi në slajdin tjetër duke treguar të dhëna nga kërkimet rreth konsumatorëve dhe përgjegjësisë sociale korporative. 73% e konsumatorëve shqiptar preferojnë markat që demonstrojnë angazhim social të vërtetë. 68% e profesionistëve të kualifikuar u japin përparësi kompanive me vlera të përafërta me të tyret kur zgjedhin punën. Aron ende dukej skeptik. Edhe nëse këta numra janë të saktë, si mund ta masim suksesin e një projekti si ky? Nuk është si të shesësh produkte apo shërbime, ku kemi metrika të qarta. Pyetje e shkëlqyer, u përgjigj Olvia. Do të kemi tregues specifik, numri i familjeve të shërbyera, përqindja e fëmijëve me përmirësim në performancën shkollore, sasia e të rriturve që marrin aftësim profesional, indeksi i kënaqësisë së komuniteteve të shërbyera. Dhe e gjithë kjo do të auditohet nga jashtë për të garantuar transparencën. Diskutimi vazhdoi për gati 2 orë. Kishte momente kur Olvia ndjente se po humbiste bordin, sidomos kur Marko vuri në dyshim nëse ajo nuk po ndikohej nga faktor emocional në vend të atyre racional. Por gradualisht disa këshilltar filluan të shfaqin interes të vërtetë. Pietro ishte qartazi i emocionuar nga mundësitë e marketingut. Ana Limani, e vetmja grua tjetër në bord dhe përgjegjëse për fushën e burimeve njerëzore, pa potencial për të përmirësuar ndjeshëm klimën organizative. Do të doja të propozoja një version të modifikuar, tha Aron më në fund. Po sikur të fillonim me një projekt pilot? 3 milion lekësh, 2 qendra, kohëzgjatje 1 vit. Nëse rezultatet janë pozitive, shqyrtojmë zgjerimin. Marko rudhi ballin. Edhe 3 milion i dukeshin shumë për atë që ai e konsideronte një aventurë të rrezikshme. Dhe kush do të ishte përgjegjës për menaxhimin e këtij projekti? Ekipi ynë tashmë është i mbingarkuar me objektivat aktuale. E kam menduar këtë, tha Olvia. Kemi 2 opsione, të punësojmë një konsulencë të specializuar në projekte sociale, ose të gjejmë dikë me përvojë praktike në punën komunitare për të udhëhequr iniciativën. Në fakt, ajo tashmë e dinte saktësisht që do të donte të ftonte për të udhëhequr projektin, por vendosi të mos e përmendte Viktorin në atë moment. Do të ishte më mirë të trajtohej kjo mundësi pasi koncepti i përgjithshëm të ishte miratuar. Pas shumë diskutimesh, bordi votoi për miratimin e projektit pilot. Margjina ishte e ngushtë, 5 vota pro, 4 kundër, me Markon qartazi mes disidentëve. Por ishte e mjaftueshme për t'i dhënë dritën jeshile projektit komuniteti i lidhjes. Olvia ndjeu një përzierje lehtësimi dhe ankthi. Kishte arritur miratimin që donte, por tani duhej të provonte se nuk kishte qenë një gabim. Presioni do të ishte i jashtëzakonshëm, sidomos me Markon që qartazi priste që ajo të dështonte për të thënë ju thash. Në të njëjtën javë, ajo vendosi t'i drejtohej Viktorit për mundësinë e udhëheqjes së projektit. Por donte ta bënte këtë me kujdes, pa u dukur kondescendente ose paternaliste. Të premten pasdite, ajo u shfaq në ndërtesën ku punonte Viktor. Kishte zbuluar se ai zakonisht bënte mirëmbajtjen e sistemeve të ajrit të kondicionuar në katet e fundit gjatë fundit të orarit të punës, kur kishte më pak njerëz për të shqetësuar. E gjeti në katin e 20, duke kontrolluar me kujdes çdo njësi të sistemit qendror. Ai ishte i përqendruar në punë, i veshur me një uniform të thjeshtë dhe duke mbajtur një kuti veglash të organizuar mirë. Viktor thiri ajo butësisht për të mos e trembur.
Ai u kthye I habitur, Qartazi nuk priste të shihte gruan e metros dhe të qendrës komunitare të shfaqej në vendin e tij të punës. Olvia, tha ai, duke përdorur emrin e saj për herë të parë. Çfarë po bëni këtu? Duhet të flas me ju për diçka të rëndësishme, tha ajo. Keni disa minuta? Viktor shikoi orën. Sigurisht, pothuajse kam mbaruar këtu. Doni të zbresim në katin përdes? Ka një kafene të vogël ku mund të flasim. 15 minuta më vonë, ishin ulur në një tavolinë diskrete të kafenes, me 2 kafe të thjeshta mes tyre. Olvia ndihej çuditërisht nervoze, kishte drejtuar takime me investitor milioner pa u dridhur, por tani ishte vërtet e shqetësuar se si do të reagonte Viktor ndaj propozimit të saj. Viktor, mund të jem e drejt për drejt me ju, filloi ajo. Ju lutem, u përgjigj ai, Qartazi kurioz. Unë jam presidente ekzekutive e kompanisë që ka selin në këtë ndërtesë. Dhe sapo kam marrë miratimin për një projekt që mund të transformojë jetën e shumë familjeve. Por kam nevojë për dikë të veçantë për ta udhëhequr atë. Viktor e pa me një përzierje habie dhe konfuzioni. Ju jeni ekzekutive? Prandaj ishit në metro atë ditë? Makina ime u prish, shpjegoi ajo. Por ajo që ka rëndësi është se ai takim ndryshoi perspektivën time për shumë gjëra. Ajo kaloi 20 minutat e ardhshme duke shpjeguar projektin Komuniteti I Lidhjes, mundësitë e zgjerimit të punës që ai tashmë bënte në qendrën komunitare dhe si ajo besonte se ai do të ishte personi ideal për të udhëhequr iniciativën. Viktor dëgjoi në heshtje, her pas here duke bërë pyetje specifike, por kryesisht duke përpunuar magnitudën e asaj që po ofrohej. Olvia, tha ai përfundimisht, kjo është shumë bujare dhe ndihem I nderuar që mendoni për mua. Por duhet të kuptoj një gjë, pse? Pse një ekzekutive e suksesshme do të kujdesej për një projekt social dhe pse do të më zgjidhte mua për ta udhëhequr? Pyetja ishte e drejtë dhe e drejtë për drejtë. Olvia e kishte pritur, por megjithatë u ndje e ekspozuar duke ju dashur të përgjigjej. Sepse ti më tregove diçka që kisha harruar se ekzistonte, tha ajo me ndershmëri. Atë ditë në metro, ti bëre diçka pa pritur asgjë në këmbim. Në qendrën komunitare, pash si lidhesh me njerëzit në mënyrë të vërtetë. Në botën ku jetoj, pothuajse gjithçka është transaksionale. Ti më kujtove se ekziston një mënyrë tjetër për të jetuar. Viktor heshti për një kohë të gjatë. Po kolegët tuaj ekzekutiv? Ata e ndajnë këtë vizion? Olvia hezitoi. Disa po, të tjerët janë skeptik. Por arrita të marrë miratimin për projektin pilot. Nëse funksionon mirë, do të ketë burime për zgjerim të ndjeshëm. Po sikur të mos funksionojë, atëherë ndoshta do të duhet të përballem me disa pasoja profesionale, pranoi ajo. Por ja vlen rreziku. Viktor e studioi me kujdes. Kishte diçka në sinqeritetin e saj që e preku, por edhe një kujdes natyror për të pranuar diçka që dukej shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Duhet ta mendoj, tha ai përfundimisht. Dhe të flas me Fionën. Çdo ndryshim në jetën time e prek edhe atë. Sigurisht, pranoi Olvia. Merrni kohën që ju nevojitet. Por Viktor, dua të dini se nuk po ofroj bamirësi. Po ofroj një mundësi pune ku mund të përdorni talentet tuaja reale për të bërë një ndryshim në shkallë më të madhe. Kur u përshëndetën atë pasdite, të dy e dinin se ishin në prag të diçkaje që mund të ndryshonte jetën përgjithmonë. Olvia kishte bërë lëvizjen e saj më të guximshme që kur mori presidencën e kompanisë. Viktor ishte para mundësisë për t'u kthyer në një punë domethënëse, por në kushte krejtësisht të ndryshme nga ato që kishte njohur më parë. Përgjigjja e tij do të përcaktonte jo vetëm të ardhmen e projektit Komuniteti I Lidhjes, por edhe nëse Olvia do të arrinte të provonte për veten e saj se ishte e mundur të përdorte fuqinë korporative për qëllime vërtet njerëzore. Gjatë gjithë javës në vijim, Viktor u ndje plotësisht I ndarë. Propozimi I Olvias zinte mendimet e tij vazhdimisht gjatë punës, në vakte me Fionën, në momentet e heshtura para gjumit. Ishte një mundësi që kur nuk e kishte imagjinuar se mund t'i shfaqej në jetë. Por bashkë me entuziazmin vinte edhe një ankth I thellë. Ai kishte mësuar në mënyrën më të dhimbshme të mundshme se bota korporative mund të ishte e pamëshirshme me njerëzit që I jepnin përparësi familjes mbi kërkesat profesionale. Kujtimi I mënyrës si ishte marginalizuar gradualisht në punën e tij të mëparshme ende e ndiqte. Babi, a je I shqetësuar për diçka? Pyeti Fiona një natë, ndërsa ai e ndihmonte me detyrat e shtëpisë. Je shumë I heshtur sot.
Viktor shikoi vajzën me sytë e saj të zgjuar dhe perceptues që gjithmonë arrinin të lexonin emocionet e tij më mirë se çdo i rritur. Si ti shpjegonte një fëmijë 8 vjeçare kompleksitetin e një vendimi që mund të ndryshonte plotësisht jetën? Po mendoj për punën, tha ai përfundimisht. Më kujtohet zonja që takuam në metro. Ajo më ofroi një mundësi ndryshe. Gruaja që ishte e lodhur, Fiona u kujtua menjëherë. Çfarë lloj mundësie? Një punë ku unë mund të ndihmoja më shumë njerëz, siç bëjmë në qendrën komunitare, por në një shkallë më të madhe. Sytë e Fionës u ndriçuan. Kjo do të ishte mirë, apo jo? Ti gjithmonë je i lumtur kur ndihmon fëmijët atje. Thjeshtësia e perspektivës së saj e bëri të buzëqeshte. Për Fionën, çështja ishte e qartë, nëse puna e bënte babain të lumtur dhe ndihmonte njerëzit e tjerë, padyshim që ai duhej ta pranonte. Do të ishte mirë po, e dashur. Por gjithashtu do të ishte një ndryshim i madh për ne. Ndryshimet mund të jenë të mira, tha Fiona me mençurinë e pavetëdijshme të fëmijëve. Mami gjithmonë thoshte se ndryshimet janë si libra të rinj, ne zbulojmë nëse do të na pëlqejnë vetëm nëse i hapim për të lexuar. Kjo vëzhgim, duke i bërë jehon fjalëve të gruas së tij të ndjer, e preku Viktorin thellësisht. Ishte pikërisht lloji i gjës që ajo do të thoshte, gjithmonë optimiste, gjithmonë e gatshme të përqafonte mundësi të reja. Të shtunën në vijim, Viktor mori vendimin e tij. I telefonoi Olvias dhe i kërkoi të takoheshin përsëri. Këtë herë, sugjeroi që ajo të vinte në shtëpinë e tij, në mënyrë që ajo të njihte më mirë mjedisin e tij real dhe të kuptonte vërtet kush ishte ai. Shtëpia ku Viktor jetonte me Fionën ishte modeste por mikpritëse. Një shtëpi e vogël dykatëshe në një lagje të klasës së mesme, me një kopsht të vogël përpara që Fiona këmbëngulte ta mbante plot me lule shumë ngjyrëshe. Muret e brendshme ishin zbukuruar me vizatime që ajo bënte, foto familjare dhe disa bimë që Viktor i kujdesej me dashuri. Kur Olvia mbërriti e veshur me rroba të thjeshta dhe duke drejtuar një makinë diskrete, Viktor vuri re se ajo ishte vërtet nervoze. Ishte e qartë se të ishte aty, larg mjedisit të saj të kontrolluar dhe të njohur, e linte atë të prekshme në një mënyrë me të cilën nuk ishte mësuar. Shtëpia juaj është e bukur, tha ajo, duke vëzhguar detajet e kujdesshme që e bënin hapësirën të veçantë. Ka një energji shumë të mirë. Fiona u shfaq me vrap nga kuzhina, ku po bënte biskota me një fqinje të moshuar që her pas here e ndihmonte kur Viktor punonte. Olvia. Erdhe të vizitosh shtëpinë tonë. Erdha po, u përgjigj Olvia, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës. Dua të njoh më mirë ku jetoni. Gjatë orës së ardhshme, Viktor e udhëhoqi Olvian nëpër shtëpi, duke i shpjeguar si kishte organizuar gjithçka për të plotësuar nevojat e Fionës. Dhoma e saj, plot me libra dhe lodra të organizuara me kujdes. Tavolina e vogël e studimit ku bënin detyrat bashkë çdo natë. Kuzhina e thjeshtë ku gatuanin bashkë në fundjavë. Viktor, tha Olvia kur u ulën në sallonin e vogël, mund të bëj një pyetje që ndoshta është diskrete? Sigurisht. Nuk ndjeni zemërim? Për atë që ndodhi në punën tuaj të mëparshme, si ju trajtuan kur kishit më shumë nevojë për mirëkuptim? Viktor e shqyrtoi pyetjen me kujdes. Po, ndjeva, për një kohë të gjatë. Zemërim, zhgënjim, ndjenjë padrejtësie. Por mësova se mbajtja e këtyre ndjenjave po më dëmtonte vetëm mua. Ai ndaloi duke vëzhguar Fionën që luante në kopsht përmes dritares. Vendosa të fokusohem në atë që vërtet ka rëndësi, të jem një baba i mirë për të dhe të përdor atë që mësova për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Po tani, jeni i gatshëm të ktheheni në botën korporative? Me kushte, tha ai me vendosmëri. Nëse pranoj të udhëheq këtë projekt, kam nevojë për garanci se do të kem autonomi reale për t'i bërë gjërat në mënyrën e duhur. Nuk dua të jem thjesht një pjesë dekorative ose një simbol i përgjegjësisë sociale. Olvia u përkul përpara. Çfarë lloj garancish? Së pari, vendimet mbi metodologjinë dhe qasjen mbeten tek unë. Ju mund të vlerësoni rezultatet, por nuk do të diktoni si t'i arrini ato. Së dyti, oraret e mia duhet të mbeten fleksibël në mënyrë që të jem i pranishëm në jetën e Fionës. Së treti, nëse në ndonjë moment ndjej se projekti po përdoret vetëm për marketing pa ndikim real, mund të largohem pa pasoja. U bë, tha Olvia pa hezitim. Por edhe unë kam kushte. Viktor ngriti vetullat, kurioz. Kam nevojë që ju të më besoni, tha ajo.
E di që përvoja juaj e mëparshme ishte traumatike dhe e kuptoj kujdesin tuaj. Por nëse do të punojmë bashk, kam nevojë që ju të më jepni mua dhe kompanisë përfitimin e dyshimit, të paktën fillimisht. Po sikur të zbuloj se gabova. Po sikur të përpiqeni të më kontrolloni ose të përdorni projektin për qëllime me të cilat nuk pajtohem. Atëherë do të keni të gjithë të drejtën të largoheni dhe unë personalisht do të garantoj që kushtet tuaja të respektohen, premtoi ajo. Viktor studioi fytyrën e saj duke kërkuar shenja pa sinqeriteti ose agjende të fshehur. Por gjithçka që pa ishte një vendosmëri e vërtet dhe një entuziazëm që dukej autentik. Mirë, tha ai përfundimisht. Pranoj. Olvia buzëqeshi me një lehtësim të dukshëm. Shkëlqyeshëm. Kur mund të filloni? 2 javë. Duhet të përfundoj disa gjëra në punën time aktuale dhe të organizoj kujdesin për Fionën gjatë orareve që nuk do të jemi disponueshëm. Gjatë javëve në vijim, Viktor u zhyt kokë e këmbë në përgatitjen për rolin e tij të ri. Olvia i dha akses në të dhënat financiare të projektit, e prezantoi me anëtarët relevant të bordit dhe filluan të punonin së bashku në zhvillimin e strategjisë së zbatimit. Viktor u impresionua nga serioziteti i angazhimit të Olvias. Ajo nuk po ofronte vetëm burime, ishte vërtet e gatshme të mësonte dhe të vinte në dyshim supozimet e saj rreth mënyrës si duhet të funksionojnë projektet sociale. Por jo gjithçka po shkonte qetë. Marko ishte ndjerë qartazi i shqetësuar kur mësoi se një ish teknik mirëmbajtjeje do të punsohej për të udhëhequr një iniciativë me miliona lekësh. Ai filloi të bënte komente të holla rreth mungesës së përvojës korporative të Viktorit dhe të vinte në dyshim nëse Olvia nuk po ndikoi nga faktor emocional në vend të atyre profesional. Tensioni arriti kulmin gjatë një takimi planifikimi ku Viktor prezantoi strategjinë e tij fillestare për 2 qendrat pilot. Qasja e tij ishte thelbësisht ndryshe nga ajo që priste Marko, më pak fokus në metrika tradicionale korporative dhe më shumë theks në ndërtimin e marrëdhënieve të vërteta me komunitetin. Me gjithë respektin, tha Marko gjatë prezantimit, por kjo duket më shumë punë sociale se sa strategji biznesi. Si do të demonstrojmë kthim nga investimi për aksionerët me këtë lloj qasjeje? Viktor ruajti qetësinë, por Olvia mund të dallonte tensionin në qëndrimin e tij. Marko, rezultatet do të jenë të dukshme në jetën e familjeve të shërbyera. Fëmijë me performancë më të mirë shkollore, të rritur që gjejnë punë, komunitete më të organizuara. Kjo është kthim i mjaftueshëm për mua. Por jo domosdoshmërisht për investitorët tanë, kundërshtoi Marko. Ata duan numra konkret, metrika që mund t'i kuptojnë dhe vlerësojnë. Atëherë do të kemi metrika, u përgjigj Viktor. Por metrika njerëzore, jo vetëm financiare. Pas takimit, Marko kërkoi të fliste privatisht me Olvian. Ata u drejtuan në zyrën e saj, ku ai mbylli derën me një shprehje serioze. Olvia, duhet të flas sinqerisht me ty, filloi ai. Mendoj se po bën një gabim. Çfarë lloj gabimi? Po lejon emocionet të udhëheqin vendime të rëndësishme biznesi. Ky projekt, punësimi i këtij burri, kjo nuk është mënyra si zakonisht vepron. Olvia ndjeu një piçkim acarimi. Dhe cili është problemi me këtë? Ndoshta është koha të veprojmë ndryshe. Problemi, tha Marko, duke ulur zërin, është se po rrezikon kredibilitetin tënd dhe të kompanisë në një bazë sentimental. Nëse ky projekt dështon, nuk do të jetë vetëm një investim i humbur, do të jetë një demonstrim publik që nuk ke më gjykimin e biznesit që gjithmonë të ka karakterizuar. Po sikur të funksionojë? Edhe nëse funksionon mesatarisht mirë, do të kesh krijuar një precedent të rrezikshëm. Grupe të tjera do të shfaqen duke kërkuar financim për projektet e tyre sociale. Ku do të ndalet kjo? Olvia shkoi te dritarja duke parë qytetin poshtë. Fjalët e Markos i bënin njehon disa prej pasigurive të saj. Apo bënte ajo vërtet gjën e duhur, apo e kishte lënë veten të ndikohej nga një lidhje emocionale e papritur? Marko, tha ajo përfundimisht, i kuptoj shqetësimet tuaja. Por gjithashtu besoj se ka momente në jetën e një kompanie ku duhet të rrezikosh për të rritur vërtet. Ky është një nga ato momente. Po sikur të gabosh, atëherë marr përgjegjësinë e plot për pasojat. Marko pohoi me kokë seriozisht. Shpresoj të dini çfarë po bëni, Olvia. Sepse nëse ky projekt dështon, mund t'ju garantoj se do të ketë njerëz në bord që do të vënë në dyshim jo vetëm iniciativën, por udhëheqjen tuaj në tërësi.
Pasi Marko doli, Olvia mbeti vetëm në zyrën e saj, duke pyetur veten nëse nuk po bënte vërtet gabimin më të madh profesional të jetës së saj. Por kur mendoi për Viktorin që lexonte për fëmijët në qendrën komunitare, për mënyrën si sytë e Fionës shkëlqenin kur fliste për të ndihmuar njerëzit e tjerë, ajo e dinte se nuk mund të tërhiqej. Projekti do të vazhdonte, pavarësisht rreziqeve personale dhe profesionale që kjo nënkuptonte. 6 muaj pas fillimit të projektit Komuniteti i Lidhjes, rezultatet po të i kalonin edhe pritshmëritë më optimiste të Olvias. 2 qendrat pilot po funksiononin me kapacitet të plot, duke shërbyer më shumë se 300 familje çdo javë dhe duke gjeneruar një ndikim të madhshëm në komunitetet ku u zbatuan. Viktor ishte treguar jo vetëm një lider natyral, por edhe një strateg i habitshëm efektiv. Qasja e tij për të ndërtuar marrëdhënie të vërteta para se të zbatonte programe kishte krijuar një nivel angazhimi komunitar që impresionoi edhe vëzhguesit më skeptik. Në qendrën Lagjja e Re, e vendosur në një lagje të klasës së mesme të ulët, një program mentorimi pas shkollës kishte përmirësuar notat e 80% të fëmijëve pjesëmarrës. Në qendrën Shpresa, në një rajon më të varfër, punëtoritë e aftësimit profesional kishin ndihmuar 47 të rritur të gjenin punë në 4 muajt e fundit. Por suksesi i projektit kishte krijuar edhe pasoja të papritura. Jehonat pozitive në media kishin tërhequr vëmendje kombëtare dhe kompani të tjera filluan të kërkonin Olvian për të zhvilluar partneritete të ngjashme. Politikanët lokal donin të bashkëpunonin me iniciativën. Organizatat jo qeveritare kërkonin mbështetje për të zgjeruar projektet e tyre. Marko e vëzhgonte të gjithë këtë me një përzierje habie dhe shqetësimi në rritje. Edhe pse nuk mund të mohonte suksesin e projektit, ai shihte zhvillimet e fundit si një shpërqendrim të rrezikshëm nga objektivat thelbësore të kompanisë. Olvia, tha ai gjatë një takimi ekzekutiv të mëngjesit, duhet të flasim për implikimet financiare të zgjerimit të projektit. Çfarë implikimesh? Pyeti ajo, megjithse tashmë dyshonte ku po shkonte biseda. Kemi kërkesa për mbështetje që vijnë çdo ditë. Komunitetet të tjera që duan qendra të ngjashme, ojshtë që kërkojnë partneritete, bashkitë që ofrojnë tokë për zgjerim. Nëse themi po për të gjitha këto, do të flasim për 10 miliona lekësh në investime shtesë. Pietro, i cili ishte bërë një mbrojtës i projektit për shkak të rezultateve pozitive të marketingut, u shpreh, por Marko, shifrat e angazhimit publik janë fantastike. Marka jon nuk ka pasur kur një perceptim kaq pozitiv. Perceptimi pozitiv nuk paguan dividend, kundërshtoi Marko. Dhe aksionerët tanë kryesor kanë filluar të bëjnë pyetje rreth të ardhmes së prioriteteve tona të investimit. Olvia ndjeu një ny në stomak. Ajo e dinte se ai moment do të vinte përfundimisht, pika ku suksesi i projektit do të bëhej kurthi i tij, duke krijuar pritshmëri dhe kërkesa që do të ishin të vështira për të përmbushur brenda kufizimeve tradicionale buxhetore të kompanisë. Cilat janë shqetësimet specifike të aksionerëve? Pyeti ajo. Ata duan garanci se nuk do ta shndërrojmë kompaninë në një organizatë filantropike, tha Marko direkt. Dhe sinqerisht, disa po vënë në dyshim nëse ju ende keni fokusin e nevojshëm për të udhëhequr një korporat të kësaj madhësie. Komenti e goditi Olvian si një grusht. Ajo kishte ndërtuar karrierën e saj duke qenë pa kompromise fokusuar në rezultatet financiare, dhe tani po vijej në dyshim pikërisht për atë që gjithmonë kishte qenë forca e saj më e madhe. Marko, tha ajo me zë të kontrolluar, rezultatet tona financiare vazhdojnë të jenë të qëndrueshme. Në fakt, kemi pasur 3 mujorin më të mirë të 2 viteve të fundit. Për momentin, tha ai. Por nëse vazhdojmë të shmangim burime dhe vëmendje për projekte sociale, sa kohë do të duhet derisa kjo të ndikojë në performancën tonë kryesore? Takimi përfundoi me një vendim për të rishikuar të gjitha kërkesat për zgjerim para se të merrnin ndonjë angazhim shtesë. Olvia e dinte se ishte një mënyrë elegante që Marko të fitonte kohë për të ndërtuar opozitë ndaj projektit brenda bordit. Atë pasdite, ajo vendosi të fliste drejt për drejt me Viktorin për situatën. U takuan në qendrën Lagjja e Re, ku ai po mbikëqyrte një punëtori të re artesh për adoleshentë. Viktor, duhet të jem e sinqert me ty për disa presione me të cilat po përballemi brenda, tha ajo ndërsa ecnin nëpër korridoret e qendrës. Ai ndaloi së ecuri dhe e vështroi direkt. Çfarë lloj presionesh? Marko dhe disa antar të bordit janë të shqetësuar për koston e zgjerimit të projektit. Ka rezistencë për të angazhuar më shumë burime. Viktor pohoi me kokë seriozisht. Ishte për t'u pritur. Gjithmonë e kam ditur se kjo mund të ndodhte.
Por ti nuk e kupton, tha Olvia me urgjencë. Nuk është vetëm për para. Ata po vënë në dyshim gjykimin tim, aftësinë time për të udhëhequr kompaninë. Nëse projekti anulohet ose reduktohet drastikisht, kjo mund të ketë pasoja serioze për pozicionin tim. Dhe çfarë doni të bëni? Olvia hezitoi. Sinqerisht, dua të luftoj. Dua të zgjeroj projektin, të tregoj se është e mundur të drejtosh një kompani fitimprurëse dhe prapse të bësh një ndryshim real në botë. Por nuk e di nëse kam mbështetje të mjaftueshme për të fituar këtë betejë. Viktor u ul në një stol afër, qartazi duke përpunuar implikimet e asaj që ajo po thoshte. Olvia, mund të bëj një pyetje të drejtë për drejtë? Sigurisht. Nëse e humbni këtë betejë, nëse detyroheni të tërhiqeni ose madje të largoheni nga kompania, a do të pendoheshit që e filluat projektin? Pyetja e kapi të papërgatitur. Ajo ishte përqendruar aq shumë në aspektet strategjike dhe politike të situatës sa nuk kishte ndalur të shqyrtonte pyetjen thelbësore pas gjithçkaje. Jo, tha ajo përfundimisht, duke u habitur me sigurinë e përgjigjes. Edhe nëse gjithçka shkon keq, nuk do të pendohesha. Këta muaj të fundit më kanë treguar kush dua të jem vërtet. Viktor buzëqeshi për herë të parë që nga fillimi i bisedës. Atëherë ju tashmë e dini çfarë duhet të bëni. Të luftoj? Të luftoj, konfirmoi ai. Por në mënyrë inteligjente. Ju e njihni botën korporative më mirë se unë. Cila është strategjia më e mirë për të fituar mbështetje? Gjatë javës në vijim, Olvia punoi pa u lodhur për të ndërtuar një mbrojtje të fortë për zgjerimin e projektit. Ajo përpiloi të dhëna të detajuara rreth kthimit nga investimi, duke përfshirë metrika të angazhimit të punonjësve, vlerës së markës dhe madje edhe analiza se si projekti kishte kontribuar në tërheqjen e talenteve të reja. Por strategjia e saj më e guximshme ishte të ftonte anëtarët më rezistent të bordit për të vizituar personalisht qendrat komunitare. Donte që ata të shihnin me sytë e tyre ndikimin real të punës që po bëhej. Aaron, drejtori financiar, ishte i pari që pranoi ftesën. Vizita e tij në qendrën shpresa përkoi me një prezantim që fëmijët po përgatisnin rreth ëndrave të tyre profesionale të ardhshme. Olvia vëzhgoi diskretisht ndërsa Aaron bisedonte me një vajzë 9 vjeçare që donte të bëhej inxhiniere, e frymëzuar nga punëtoritë e shkencës në qendër. Pa shprehjen e tij të ndryshonte kur një adoleshent shpjegoi si programi i mentorimit e kishte ndihmuar atë të përmirësonte notat dhe të ëndërronte për mundësinë e hyrjes në universitet. Kjo është mbresëlënëse, pranoi Aaron kur dolën nga qendra. Por ende jam i shqetësuar për qëndrueshmërinë financiare të një zgjerimi të madh. Po sikur të gjejmë mënyra për ta bërë projektin pjesërisht të vetëqëndrueshëm, sugjeroi Olvia. Viktor ka ide për punëtori që mund të gjeneronin të ardhura të vogla, partneritete me universitete që mund të kontribuonin me burime, programe që mund të kualifikoheshin për stimuj fiskal thelbësor. Aaron duke i intriguar. Do të ishte interesante të shihej një plan i detajuar për këtë. Vizita e dytë ishte edhe më strategjike. Olvia ftoi Markon ta shoqëronte në qendrën Lagja e Re gjatë një eventi të veçantë që Fiona kishte organizuar, një panajër talentesh ku fëmijët do të prezantonin aftësitë e tyre për familjet dhe komunitetin e tyre. Marko ishte qartazi ngurues, por nuk mund të refuzonte pa u dukur plotësisht i pandjeshëm. Gjatë eventit, ai vëzhgoi 10 fëmijë që prezantonin poezi, muzikë, shfaqje të vogla teatrale dhe projekte të thjeshta shkencore. Momenti vendimtar erdhi kur Fiona u ngjit në skenën e vogël të improvizuar për të lexuar një ese që kishte shkruar rreth çfarë do të thotë të ndihmosh njerëzit e tjerë. Babi më mësoi se të ndihmosh nuk është të japësh atë që nuk të duhet, lexoi ajo me zë të qartë dhe të sigurt. Është të japësh atë që vlerëson më shumë. Ai më dha kohën e tij, që është gjëja më e rëndësishme që ai ka. Dhe tani fëmijët e tjerë mund të kenë mësues dhe miq që gjithashtu u japin kohën e tyre atyre. Ajo ndaloi duke parë drejt për drejt auditorin. Mendoj se kur të rritemi, të gjithë këta fëmijë do të kujtojnë se dikush besoi tek ata kur ishin të vegjël. Dhe pastaj ata do të duan të bëjnë të njëjtën gjë për fëmijët e tjerë. Kështu bota bëhet më e mirë. Olvia shikoi Markon dhe pa diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë në sytë e tij, emocion të vërtetë. Për një moment, mbrojtjet e tij korporative ranë dhe ai ishte thjesht njerëzor përballë mençurisë së pafajshme të një fëmie. Pas eventit, Marko mbeti jashtëzakonisht i heshtur gjatë rrugës së kthimit në zyrë.
Më në fund, kur arritën në parkingun e kompanisë, ai u kthye nga Olvia. Duhet të mendoj për disa gjëra, tha ai. Ndoshta kam qenë shumë i nxituar në gjykimet e mia. Marko, tha Olvia butësisht, ti nuk je keqbërës që shqetësohesh për shëndetin financiar të kompanisë. Është puna jote. Unë thjesht po kërkoj që të shqyrtojmë një përkufizim më të gjerë të shëndetit të biznesit. Do ta mendoj, premtoi ai. Por edhe me hapat e vegjël që po bënte me disa antar të bordit, Olvia e dinte se betejë e vërtet ishte ende përpara. Takimi përfundimtar për të vendosur të ardhmen e projektit ishte caktuar për javën në vijim, dhe ajo duhej të ishte e përgatitur për luftën e jetës së saj profesionale. Viktor, nga ana e tij, gjithashtu po përgatitej. Por përgatitja e tij ishte ndryshe, ai po organizonte diçka që shpresonte të demonstronte vlerën e vërtetë të projektit në një mënyrë që asnjë raport financiar nuk mund ta barazonte. Takimi vendimtar i bordit ishte caktuar për një të njëjtën në orën 2 pasdite. Olvia kishte kaluar ditë duke përgatitur prezantimin e saj final, duke përpiluar të dhëna, dëshmi dhe projeksione financiare që demonstranin jo vetëm fizibilitetin, por edhe nevojën për të zgjeruar projektin komuniteti i lidhjes. Në mëngjesin e takimit, ajo arriti në zyrë më herët se zakonisht, duke ndjerë një përzierje ankthi dhe vendosmërie që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Ishte sikur e gjithë karriera e saj kishte çuar në atë moment, mundësia për të provuar se ishte e mundur të udhëhiqej me qëllim pa sakrifikuar rezultatet. Marko gjithashtu arriti herët, duke mbajtur një dosje të trashë që qartazi përmbante prezantimin e tij. Gjatë ditëve të fundit, ai kishte qenë jashtëzakonisht i rezervuar, dhe Olvia nuk mund të kuptonte nëse vizitat në qendrat komunitare kishin ndryshuar perspektivën e tij apo thjesht e kishin bërë më të vendosur për të paraqitur një opozitë të bazuar mirë. Në orën 11 të mëngjesit, asistentja e Olvias e informoi se kishte një telefonat urgjente nga Viktor. Ajo u përgjigj menjëherë, duke pritur ndonjë përditësim rreth qendrave ose ndoshta një fjalë inkurajimi para takimit thelbësor. Olvia, tha Viktor, dhe ajo menjëherë vuri re një tension të pazakontë në zërin e tij. Duhet t'ju tregoj diçka që ndoshta do të ndryshoj perspektivën tuaj rreth gjithë kësaj. Çfarë ndodhi? Jo në telefon. Mund të vini në qendrën Lagja e Re tani? Është e rëndësishme që ta shihni këtë personalisht. Olvia shikoi orën. Kishin mbetur më pak se 3 orë për takimin më të rëndësishëm të karrierës së saj, dhe ajo ende kishte detaje finale për të rishikuar në prezantimin e saj. Por diçka në urgjencën e zërit të Viktorit e bindi. Po vi, tha ajo. Gjatë rrugës për në qendrën komunitare, Olvia u përpoq të imagjinonte se çfarë mund të ishte kaq urgjente. Ndoshta ndonjë problem me programet, ndonjë çështje administrative që kishte nevojë për zgjidhje të menjëhershme. Ose ndoshta Viktor kishte zbuluar diçka rreth opozitës së brendshme të bordit që mund t'i ndihmonte në takim. Kur arriti në qendrën Lagja e Re, gjeti Viktorin duke pritur në hyrje me një shprehje të çuditshme, një përzierje nervozizmi dhe diçka që dukej se ishte krenari. Viktor, çfarë po ndodh? Pyeti ajo sapo doli nga makina. Eja, dua të tregoj diçka, tha ai, duke e udhëhequr përmes korridorit kryesor drejt sallës qendrore të qendrës. Ndërsa afroheshin, Olvia filloi të dëgjonte zëra, shumë zëra, duke biseduar me gjallëri. Kur Viktor hapi derën e sallës, ajo mbeti plotësisht pa fjalë. Hapësira ishte plot me njerëz. Jo vetëm familjet që frekuentonin rregullisht qendrën, por edhe banor nga e gjithë zona, tregtar lokal, mësues nga shkollat fqinje dhe madje edhe disa fytyra familjare që ajo i njohu nga qendra të tjera komunitare të Tiranës. Çfarë është gjithë kjo? Pyeti ajo, ende duke përpunuar skenën para syve të saj. Kur morën vesh për mundësinë e anulimit të projektit, shpjegoi Viktor, ata u organizuan spontanisht. Donin të bënin diçka për të demonstruar sa shumë do të thotë kjo për ta. Fiona u shfaq me vrap drejt saj, duke mbajtur një fletore me ngjyra. Olvia. Duhet të shihni çfarë bëm. Ajo hapi fletoren, duke zbuluar faqe pas faqeje me letra të shkruara me dorë, vizatime dhe dëshmi. Ishin mesazhe nga komuniteti rreth mënyrës si projekti kishte ndikuar në jetën e tyre. Kjo është nga zonja Agnes, tha Fiona, duke treguar një letër të shkruar me shkrim të kujdesshëm. Ajo gjeti një punë pas orëve të informatikës këtu. Dhe kjo është nga Teo, ai u përmirësua aq shumë në mësime sa mësuesja e shkollës tha se ai mund të kalojë një klasë. Olvia shfletoi fletoren me sy të përlotur. Kishte 10 histori të ngjashme.
Një baba beqar që kishte gjetur një rrjet mbështetjeje pasi humbi punën. Një adoleshente që zbuloi pasionin për teatrin në punëtoritë artistike. Një gjyshe që kishte mësuar të lexonte në moshën 70 vjeçare përmes programeve të shkrim leximit për të rritur. Viktor, tha ajo me zë të mbytur, kjo është e pabesueshme. Por pse doje që ta shija këtë sot? Ai buzëqeshi. Sepse dua që ta merrni këtë në takimin tuaj. Jo vetëm numrat dhe raportet, por historitë reale. Njerëzit real, jetët e të cilëve u transformuan. Por kjo nuk do të përshtatet në një prezantim korporativ, protestoi ajo. Bordi pret të dhëna objektive, projekcione financiare. Atëherë merrini të dyja, sugjeroi një zë pas saj. Olvia u kthye dhe u habit kur pa Markon të ndaluar në hyrje të sallës, duke vëzhguar të gjithë skenën me një shprehje të menduar. Marko, çfarë po bën këtu? Mora të njëjtën telefonat si ti, tha ai, duke u afruar. Viktor tha se kishte diçka që duhej ta shija para takimit. Viktor pohoi me kokë. Mendova se të dy duhet të kuptonit plotësisht çfarë është në rrezik sot. Gjatë orës së ardhshme, Marko dhe Olvia qarkulluan nëpër sallë, duke biseduar me familjet, duke dëgjuar histori, duke parë drejt për drejt ndikimin konkret të projektit. Për Olvian ishte një konfirmim emocional i asaj që ajo tashmë e dinte intelektualisht. Për Markon ishte një zbulim i plotë. Momenti më ndikues erdhi kur një grua i u afrua atyre me 2 fëmijë të vegjël. Ju jeni ekzekutivja e kompanisë që krijoi këtë projekt, pyeti ajo Olvian. Jam unë, konfirmoi Olvia. Dua që të dini se ky vend shpëtoi familjen time, tha gruaja me sinqeritet prekës. Kur burri im humbi punën 8 muaj më parë, nuk dinim si do të vazhdonim të paguanim shkollën private për fëmijët. Këtu ata morën mbështetje edukative më të mirë se çdo gjë që mund të paguanim. Por më e rëndësishmja, ata ndjen se i përkisnin diçkaje, se kishte njerëz që kujdeseshin për ta. Ajo ndaloi, qartazi e emocionuar. Burri im gjeti një punë të re javën e kaluar. Por edhe tani që situata jonë është përmirësuar, duam të vazhdojmë të jemi pjesë e këtij komuniteti. Sepse këtu mësuam se të kujdesesh për njëri tjetrin nuk është vetëm të marrësh ndihmë, është edhe të japësh. Marko dëgjoi në heshtje dhe Olvia mund të shihte diçka që ndryshonte në shprehjen e tij. Mbrojtjet korporative që ai gjithmonë i mbante po shpërndaheshin gradualisht. Kur më në fund u kthye në zyrë për takimin, Marko ishte i heshtur gjatë pjesës më të madhe të rrugës. Më në fund, kur ishin afër ndërtesës së kompanisë, ai foli. Olvia, duhet t'ju bëj një rrëfim. Çfarë? Kalova javë duke përgatitur argumente kundër zgjerimit të projektit. Kisha të dhëna rreth kostove, analiza rreziku, krahasime me kompani konkurrente që fokusohen rreptësisht në fitime. Isha gati për një betejë. Po tani e kuptoj se po luftoja kundër gjës së gabuar, tha ai. Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur mes fitimit dhe qëllimit. Bëhet fjalë për të ripërcaktuar çfarë do të thotë sukses biznesi. Olvia e pa me habi. Kjo do të thotë se do të mbështesni zgjerimin? Më shumë se kaq, tha Marko me vendosmëri. Do të propozoj që ta bëjmë këtë në një mënyrë edhe më ambicioze nga sa sugjeruat fillimisht. Takimi i bordit që pasoi ishte ndryshe nga çdo tjetër në historinë e kompanisë. Në vend që të fillonte me tabela dhe projekcione financiare, Olvia prezantoi fletoren e dëshmive që komuniteti kishte përgatitur. Lexoi disa nga letrat me zë të lartë, ndau foto të ngjarjeve në qendra dhe tregoi fytyrat reale pas numrave. Kur erdhi radha e Markos për të folur, prezantimi i tij i habiti të gjithë, përfshir Olvian. Koleg, filloi ai, erdha këtu sot i përgatitur për të argumentuar kundër zgjerimit të projektit komuniteti i lidhjes. Por ajo që pash këtë mëngjes ndryshoi thelbësisht perspektivën time rreth asaj që kompania jon mund dhe duhet të jetë. Ai prezantoi një propozim të guximshëm, jo vetëm të zgjerohej projekti në 5 qendra të reja, por të themelohej një ndarje e përhershme e përgjegjësisë sociale korporative, me Viktorin si drejtor ekzekutiv, dhe një buxhet vjetor të dedikuar që do të rritej bashkë me fitimet e kompanisë. Çështja nuk është nëse mund të përballojmë ta bëjmë këtë, tha Marko duke parë drejt për drejt këshilltarët e tjerë. Çështja është nëse mund të përballojmë të mos e bëjmë. Në një botë ku konsumatorët, punonjësit dhe investitorët gjithnjë e më shumë vlerësojnë kompanitë me qëllim social, kjo nuk është shpenzim, është investim strategjik.
Aron, drejtori financiar, ngriti shqetësime rreth fluksit të paras dhe kthimit nga investimi, por kundërshtimi i tij ishte qartazi më pak i zjarrt se në takimet e mëparshme. Pietro ishte entuziast për mundësitë e marketingut dhe angazhimit publik. Ana shihte potencial për të përmirësuar ndjeshëm klimën organizative dhe mbajtjen e talenteve. Kur erdhi momenti i votimit, rezultati ishte çuditërisht i qartë, 7 vota pro, 2 kundër, me 1 abstenim. Olvia ndjeu një val lehtësimi dhe mirënjohjeje aq të fortë sa ju desh të bënte përpjekje për të ruajtur qetësinë profesionale. Ajo kishte fituar jo vetëm betejën për projektin, por kishte arritur diçka më të thellë, transformimin e vetë kulturës së kompanisë. Pas takimit, kur këshilltarët u shpërndan, Marko ju afrua asaj në korridor. Olvia, tha ai, dua të kërkoj falje për mënyrën si e kundërshtova këtë fillimisht. Dhe dua t'ju falenderoj që më treguat se ka një mënyrë tjetër për të udhëhequr. Marko, u përgjigj ajo, ti nuk ke pse të kërkosh falje për mbrojtjen e interesave të kompanisë. Na duhej ai tension për të siguruar që ta bënim këtë në mënyrën e duhur. Po tani, si ndiheni kur drejtoni një kompani që angazhohet zyrtarisht si me fitimet ashtu edhe me qëllimin? Olvia buzëqeshi, duke u ndjerë më e qartë rreth identitetit të saj profesional se sa ishte ndjerë prej vitesh. Ndihem se më në fund kam gjetur llojin e lideres që gjithmonë kam dashur të jem, tha ajo. Dhe ndihem se kjo kompani është gati të bëhet diçka shumë e veçantë. Atë natë, Olvia i telefonoi Viktorit për të ndarë rezultatet e takimit. Kur ai u përgjigj, ajo dëgjonte Fionën duke kënduar në sfond, ndoshta duke u përgatitur për të fjetur. Viktor, tha ajo, kemi shumë punë përpara. Jeni gati të udhëhiqni diçka shumë më të madhe se sa e kishim imagjinuar ndonjëherë? Isha gati që nga dita e parë, u përgjigj ai. Por Olvia, dua të dini, ajo që bëtë sot nuk ishte vetëm shpëtimi i një projekti. Ju provuat se është e mundur të përdoret fuqia korporative për të krijuar ndryshim real dhe pozitiv në botë. Ne e provuam, korrigjoi ajo. Të gjithë ne së bashku. 3 vjet pas atij takimi të rastësishëm në metro, jetët e Viktorit dhe Olvias ishin transformuar plotësisht. Por më e rëndësishmja, ata kishin transformuar jetët e mira njerëzve të tjerë gjatë rrugës. 3 vjet e gjysmë pas atij takimi që ndryshoi gjithçka, Viktor u zgjua një të hënë me ndjesinë e një orë të qëllimit që tani shoqëronte ditët e tij. Si drejtor ekzekutiv i divizionit të përgjegjësisë sociale korporative, ai mbikëqyrte 12 qendra komunitare të shpërndara në rajonin metropolitane, një ekip prej 40 punonjësish dhe programe që shërbenin më shumë se 5.000 familje. Por atë mëngjes specifik, kishte diçka të veçantë në ajër. Ishte dita kur ai dhe Fiona, tani pothuajse 12 vjeç, do të inauguronin projektin më ambicios të kompanisë deri atëherë. Një rrjet bibliotekash mobile që do të sillnin libra dhe aktivitete edukative direkt në komunitetet më të izoluara të periferisë. Babi, a mendon se mami do të ishte krenare? Pyeti Fiona ndërsa hanin mëngjes në shtëpinë e tyre të re, ende modeste, por e rehatshme, me një kopsht ku ajo kishte mbjellë 10 lloje lulesh. Viktor ndaloi së lyrit Rachel në bukë dhe shikoi vajzën me butësi. Ajo ishte rritur shumë në vitet e fundit, jo vetëm fizikisht, por në mençuri dhe dhëmbshuri. Frekuentonte një shkollë private me bursë të plot, jo një dhuratë nga Olvia, por një program merite që vetë kompania kishte krijuar për fëmijët e punonjësve. Jam i sigurt se do të ishte, u përgjigj ai. Ajo gjithmonë thoshte se më e rëndësishmja nuk është ajo që fitojmë për veten tonë, por ajo që lëm pas për të tjerët. Gjatë rrugës për në punë, tani me një makinë të përdorur por të besueshme që ai kishte blerë me pagën e drejtorit, Viktor reflektoi mbi të gjitha ndryshimet e viteve të fundit. Disa ishin të dukshme, stabilitet më i mirë financiar, njohje profesionale, kënaqësia e të parit projekte që filluan si ëndra të bëheshin realitet. Por ndryshimet të tjera ishin më delikate dhe të thella. Kishte rifituar besimin në veten e tij si profesionist, kishte zbuluar se kishte aftësi udhëheqëse që nuk dinte kurse i posedonte, dhe më e rëndësishmja, kishte gjetur një mënyrë për të nderuar kujtimin e gruas së tij përmes punës që vërtet bënte një ndryshim në botë. Kur arriti në zyrën qendrore të kompanisë, Olvia tashmë po priste në sallën e mbledhjeve me raportet mujore të qendrave komunitare. Në vitet e fundit, ajo kishte ndryshuar dukshëm. Rigjeria ekzekutive ishte ende aty, por tani shoqërohej nga një qetësi dhe autenticitet që nuk ekzistonin më parë. Mirëmëngjes, Viktor, tha ajo me një buzëqeshje. Gati për ditën e madhe? Më shumë se gati, u përgjigj ai.
Komunitetet janë të etura. Disa fëmijë nuk kanë parë kur një bibliotek, madje as mobile. Ata rishikuan detajet finale të nisjes. 3 furgona të adaptuar posaçërisht, secili duke mbajtur më shumë se 1000 libra, material didaktik dhe pajisje për aktivitete interaktive. Ndalesa e parë do të ishte në një komunitet rural 2 orë larg Tiranës, ku po prisnin pothuajse 300 fëmijë. Viktor, tha Olvia kur mbaruan së rishikuar agjendën, mund të bëj një pyetje personale? Gjithmonë mundeni. A pendoheni ndonjëherë që keni lënë sigurinë e punës suaj të mëparshme për t'u përfshirë në këtë aventurë me ne? Viktor buzëqeshi. Ishte një pyetje që Olvia e bënte her pas here, dhe ai dyshonte se vinte nga një pasiguri e saj rreth rrezikimit të kaq shumë për të krijuar diçka të re dhe të pasigurt. Olvia, tha ai butësisht, nëse po pyesni nëse do të ndryshoja diçka, përgjigja është jo. Ajo punë e mëparshme më jepte pagë dhe status, por kjo punë më jep kuptim. Dhe për mua, kjo vlen më shumë se çdo siguri tradicionale. Edhe me të gjitha sfidat me të cilat jemi përballur, konfliktet me bordin, vështirësitë e zbatimit, rastet kur pothuajse humbëm financimin, sidomos për shkak të këtyre sfidave, tha Viktor. Ato më kujtuan se gjërat më të vlefshme në jetë gjithmonë kërkojnë luftë për t'u fituar dhe ruajtur. Biseda u ndërprej nga ardhja e Fionës, e cila kishte dalë nga shkolla më herët për të shoqëruar nisjen e bibliotekave mobile. Ajo tani merrte pjesë rregullisht në ngjarjet e kompanisë, jo vetëm si vajza e drejtorit, por si një aktiviste e re në të drejtën e saj. Babi, Olvia, tha ajo me entuziazëm, gazetarët tashmë kanë ardhur. Dhe ka një surprizë poshtë që nuk do ta besoni. Ata zbritën së bashku në katin përves të ndërtesës, ku furgonat ishin parkuar të rrethuar nga një turmë e vogël. Por ajo që i habiti ishte zbulimi se turma nuk përbëhej vetëm nga gazetarë dhe punonjës të kompanisë. Kishte dhjetëra njerëz që Viktor i njohu menjëherë, familje nga qendrat komunitare, fëmijë që kishin marrë pjesë në programe, të rritur që kishin gjetur punë përmes punëtorive të aftësimit, vullnetarë që ishin bashkuar me projektet gjatë viteve. Ata u organizuan për të ardhur dhe mbështetur nisjen, shpjegoi Ana, e cila tani koordinonte komunikimin e brendshëm të projekteve sociale. Thanë se donin të shprehnin mirënjohjen dhe të ishin të pranishëm në këtë moment tjetër të rëndësishëm. Viktor u emocionua dukshëm. Për 3 vjet kishte punuar çdo ditë me këto komunitete, por të shihte të gjithë ata njerëz që mobilizoheshin spontanisht për të festuar një iniciativë të re, ishte thellësisht prekëse. Olvia, duke vëzhguar skenën, ndjeu një val kënaqësie që t'i kalonte çdo sukses tradicional korporativ që kishte përjetuar në karrierën e saj. Aty ishin rezultatet reale të vendimeve të saj, jo në tabela ose raporte fitimesh, por në fytyrat dhe në jetën e njerëzve. Ngjarja e nisjes ishte një sukses i plotë. Furgonat u larguan të rrethuar nga valzim dhe duartrokitje, duke marrë me vete premtimin për të çuar edukim dhe mundësi në komunitete që nuk kishin pasur kur qasje në burime të tilla. Kur turma u shpërnda, Viktor, Olvia dhe Fiona u gjetën vetëm në parkingun e kompanisë. E dini, tha Olvia me mendim, ka diçka poetike që e filluam këtë udhëtim në transportin publik dhe tani po dërgojmë automjetet tona për të çuar mundësitë e njerëzit. Diferenca është se tani e dim ku po shkojmë, u përgjigj Viktor. Fiona, e cila kishte dëgjuar bisedën, bëri një vëzhgim që habiti të dy të rriturit për thellësinë e tij. Mendoj se ju nuk e kuptoni gjën më të rëndësishme, tha ajo. Nuk bëhet fjalë për makinat ose projektet apo madje për të ndihmuar njerëzit. Bëhet fjalë për ju që keni zbuluar si të jeni ata që jeni vërtet. Viktor dhe Olvia shkëmbyen shikime, duke njohur mençurinë e papritur në atë vëzhgim. 2 muaj më vonë, një të enjte në mëngjes, Viktor po e çonte Fionën në shkollë kur vendosi të përdorte metron në vend të makinës, pjesë e një përpjekjeje të vetëdijshme për të mbajtur lidhjen me origjinën e transformimit të tij. Vagoni ishte me lëvizjen tipike të orarit të pikut. Viktor mbante dorën e Fionës ndërsa vëzhgonte fytyrat e njohura të njerëzve që shkonin në punë, secili duke mbajtur shqetësimet dhe ëndrat e veta. Ishte atëherë kur ai vuri re. Një punëtor i ri, qartazi i lodhur pas një turni nate, u ngrit nga vendi i tij për t'i ofruar një zonjë të moshuar që sapo kishte hyrë në vagon. Gruaja pranoi me një buzëqeshje mirënjohëse dhe i riu u kap pas shufrave me natyrshmëri. Viktor ndjeu një të dridhur njohje. Ishte pikërisht i njëjti lloj gjesti i thjeshtë dhe i painteresuar që ai kishte bërë vite më parë, gjesti që kishte nisur të gjithë atë udhëtim transformimi.
Dhe pastaj e pa atë, Olvia, në anën tjetër të vagonit, qartazi duke u kthyer nga ndonjë takim i mëngjesit. Ajo gjithashtu kishte vënë re të njëjtin gjest. Sytë e tyre u takuan përmes vagonit të mbushur. Asnjëri prej tyre nuk buzëqeshi. Asnjëri prej tyre nuk bëri me dorë. Por të dy e kuptuan në mënyrë të përsosur kuptimin e atij momenti. Mirësia kishte lëvizur. Rrethi ishte mbyllur. Kur metroja arriti në stacionin e Fionës, Viktor dhe ajo u drejtuan nga dera. Para se të dilte, ai u kthye për herë të fundit dhe takoi përsëri shikimin e Olvias. Këtë herë, ajo bëri me dorë pothuajse në mënyrë të padukshme, një gjest njohjeje, mirënjohjeje dhe premtimi se do të vazhdonin të ndërtonin një botë ku gjestet e thjeshta të mirësisë mund të shndërroheshin në transformime të jashtëzakonshme. Ndërsa ecnin nëpër platformë, Fiona shikoi babain me kuriozitet. Babi, a e njihni atë zonjën e metros? Po, e dashur, u përgjigj Viktor me një buzëqeshje. Është një shoqe shumë e veçantë. Dikush që më mësoi se ndonjëherë ndryshimet më të mëdha fillojnë me gjestet më të vogla. Sikur i dha të vendin tuaj asaj shumë kohë më parë. Viktor ndaloi se ecuri për një moment, i habitur nga kujtesa e Fionës. Ti e kujton këtë? Sigurisht që e kujtoj, tha ajo me mençurinë në rritje të pothuajse 12 vjeçares. Ishte atëherë kur mësova se mirësia nuk është për atë që fitojmë, por për atë që zgjedhim të japim. Atë pasdite, kthyer në zyrë, Viktor gjeti një mesazh nga Olvia në tavolinën e tij. Ishte i thjeshtë, i shkruar me dorë. Viktor, faleminderit që më kujtove sot ku filloi gjithçka. Ndonjëherë duhet të kthehemi në fillim për të kuptuar sa kemi ecur. Le të vazhdojmë të përhapim mirësinë. Oh! Ai e ruajti shënimin me kujdes në sirtar, bashkë me kujtime të tjera të rëndësishme të udhëtimit të tij. Sepse disa gjëra ja vlen të ruhen, jo vetëm për të kujtuar nga kemi ardhur, por për të mos harruar ku mund të shkojmë ende. Sepse bota nuk ndryshon me fjalime të mëdha apo gjeste madhështore. Ndryshon kur dikush zgjedh të lëshojë një vend. Dhe dikush zgjedh të mos harrojë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Viktorit, Olvias dhe Fionës t'i ketë prekur thellë zemrat tuaja. Kjo tregim se si një gjest i thjesht mund të transformojë jetë na kujton se të gjithë ne kemi fuqinë për të bërë një ndryshim në botë. Nëse kjo histori ju ka emocionuar, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini një pëlqim në këtë video. Ndajeni me miqtë dhe familjen, sepse histori si kjo duhet të përhapen. Çdo ditë sjellim tregime unike që eksplorojnë bukurinë dhe kompleksitetin e përvojës njerëzore. Na tregoni në komente, cili ishte gjesti më i theksuar i mirësisë që keni marrë ose ofruar ndonjëherë. Historitë tuaja mund të frymëzojnë dëgjues të tjerë. Deri në historinë tjetër.